Të vija unë në Shqipëri mos provoja ëmbëlsirat më të famshme, po nuk shkon ai muhabet, nuk shkon. Këtë do ta fillojmë të parën, do ta fillojmë me dardhën. Po që pas ka aromë si dardhë, jo vërtet. Nuk e di a ka mbushje kjo, se zakonisht kanë edhe mbushje. Bëra mirë që e kafshova edhe një herë. Kjo mbushja brenda që nga tamam si pure dardhe. Madje pas ka edhe copa të vogla dardhe. Kështu që mund të them që ja kanë arritur qëllimin që ta bëjnë si një dardhë të vërtetë. Është kuma shumë e mirë, pas ka shije shumë të mirë. Po pjesa lart e bëri atë kërcen që duhej të bënte. Kështu që e meriton një 8, jo më shumë. Do japim 10 direkt ne. Çfarë është kjo? Fik. Ku di unë se çfarë është? Çfarë rëndësie ka? Ta ham një herë. Kuma që nga e njëjtë për gjitha dhe më jep ndjesinë atij shullaku që përdorim edhe për kafe ose ku di unë për ëmbëlsira të ndryshme. Kjo duket si ndonjë frut pasioni. Kam përshtypjen duhet të jetë ajo e njëjta. Dhe kjo mbushja brenda pas ka edhe copa të vogla. Po them frut pasioni, nuk e di po nëse është frut pasioni. Tani për këtë mangon thon fjalët më të mira. Unë mangon vet nuk e kam qef, a do mbëj kjo ëmbëlsirë që ta dashuroj mangon? Ndoshta po, ndoshta jo. E provojmë. Kremi këtu nuk ka shije në njëjtë me këto. Edhe nga ngjyra nuk është ngjyrë e bardhë, po ngjyrë e verdhë. Mendoj që kjo do jetë 10. Nuk e di pse mangon e kam mbajtur me hatur, po definitivisht mango është shumë herë më e mirë se sa ato të tjera. Kemi dhe të fundit, shtrydhe lyle. Edhe lule shtrydhja, pas ka tamam shijen e lule shtrydhes që duhet të ketë. Mbushja i doli direkt që me kafshatën e pas ka edhe një lloj keku këtu madje. Ishte nga gjysmë lule shtrydhes aty. Të dyja nuk i ndaj dot nga njëra tjetra se kush është më mira, se që të dyja ta japin shijen tamam. Pastaj do thoya që në vend të tretë e mban dardha dhe në vend të katërt frut pasioni, nëse është frut pasioni. Më korrigjoni nëse janë gabim. Ju falenderoj shumë për t'ia që morëm pas kësaj videos.